Qendra Jonathan në Tiranë ka zhvilluar një aktivitet sensibilizues me temë Së bashku kundër vetmisë në kuadër të 21 marsit, ditës botërore të sindromës Down. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e kësaj qendre, e cila zgjati për rreth 2 orë nga ora 12 deri në 14, me pjesëmarrjen e fëmijëve, familjarëve, komunitetit, bizneseve dhe partnerëve të qendrës. Festimet me moton "Zbulojmë ngjyrat e jetës" pas një kromozomi shtesë sollën një atmosferë ndryshe, shoqëruar me recitale, kërcime dhe organizimeve të tjera të bukura, duke krijuar jo vetëm një përfshirje të gjerë të pranishmëve, por edhe duke përcjellë një mesazh të qartë kundër izolimit social, me synimin e ndërgjegjësimit dhe përfshirje në shoqëri për personat me sindromën Down. Të bëhesh pjesë e një komuniteti të madh dhe të kujdesshëm, shenja dalluese e të cilit është aftësia jonë për t'ju afruar njëri tjetrit, për të qeshur dhe për të qarë, për të ndarë informacione dhe për të ndihmuar njëri tjetrin në një rrugë që nganjëherë duket e pamundur, e gjatë dhe e vështirë, e megjithatë në fund është mrekullisht shpërblyese. Çdo vit, në këtë ditë, zëri i personave me këtë sindrom dhe i personave që jetojnë apo punojnë me ta bëhet më i fortë. Në këtë ditë, organizmat që punojnë me këtë çështje organizojnë dhe marrin pjesë në aktivitete që synojnë rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për përfshirjen dhe mbështetjen në shoqëri për personat me sindromën Down.